Njerëzit pa legjitimitet janë të dobët edhe ne paraqitin edhe përballjen jo vetëm si Serbi, por dalin edhe jo serioz para partnerëve dhe para miqve ndërkombëtar. Andaj sa më shpejt që ka thirrje të ndërgjegjës së zotit Kurti dhe të tjerëve që ta kemi konsistimin e kuvendit edhe të kemi institucionet e reja, në fundit, kur nuk është pa mundësia, kur njerëzit nuk bashkëpunojnë, atëherë janë elementet demokratike dhe kushtetuese që ne duhet t'ju japim zgjidhje. LDK-ja e mbështet propozimin e saj për qeveri kalimtare, do të dalim edhe me propozime konkrete se cilat janë pikat që mund të fillon dhe mund të përfundon një afat shkurt, dhe kjo është mundësia dhe kjo është kapaciteti jonë dhe fuqia jonë politike. Ajo që kemi pa, dyshohet që mafia energjetike ka fuat duar të thellë në buxhetin e Kosovës dhe në taksat e qytetarëve, po më së shumti në xhepin e varfër të qytetarëve që kjo dëmton edhe bizneset, po na rëndon edhe neve jetën. Mendoj që protesta duhet të jetë më e madhe edhe nga pjesa politike dhe nga gjithë tjerë që mos lejohet që të zhvatet buxheti i Kosovës nga njerëz që e kanë vetëm interesin financiar. Po nëse do të ftohemi, do të marrim pjesë sepse ju keni pa faturat e fundit, i prekin edhe ekonomitë familjare, nuk i prekin vetëm bizneset, edhe sigurisht vjeshta dhe dime do të jenë tepër të papërballueshme.